Ba me pa kretë historinë e artit, portretet më të mira janë jo portreti Nanës, portreti dashënës. Tanë portretet janë ato që ti absorbon e i shef edhe koncentrohesh edhe cërë esencën e tyne. Mendoj që jo vetëm pikturë, po në çdo lloj arti, absolutisht dhe letërsinë. Absolutisht duhet për atë që ti njeh. Charles Dickens. Po. Ai ka pasur të vërtetën. Pasur të vërtetën, e ka jetuar. Vërtetë e jetu. Nuk mund të bësh art dhe këtu po kalojmë edhe pikturë që jam pastaj atë interpretimin ja bëni ju se ju jeni jam amator pikture. Nuk ka kjo është thjesht një por ne kemi një handicap madh, një mangësi të madhe, mos përdorim fjalën anglisht, një mangësi të madhe gjatë realizmit socialist. Pikërisht se kemi paraqit realitetin. Është pa vërtet. Fake. Nuk e paraqit realitetin. Dhe kur thonë po përmendim për shkrimtar të mëdhenj, po dole eksakt duhet është kërret një kur futesh e shef atë Antanës mund të mirë morë, po kjo unë se kam pakte. Ka ndjeshmëri. Po pra kjo ka shumë masive, pas ka shumë ku di unë një aur që unë se kam përjetu. Edhe në vërtet para 2 ditë që ishe pava një artiste të resmë, në arkitekte, dhe pava thote kjo pikturat që kam bën është nga viti 45 deri në vitet 90. Në ato autobuzat me do njerëz që kapen me ato. Siç kena pas kenat autobusi me fizharmonik që ishte me plumë. Artistët e paraqit realitetin. Po me pa bën ato ti shkoshin në Burg. Po, shkoshin në Burg. Tash ti e bën. Po nëse po ajo është e vërteta. Jo e vërteta. Jo e vërteta ty ksy me lodra, s'mon atë në festival Gjinokastër, se me ato me tana reolat e socializmit me ato proklamimet, me sloganet e din që janë rroft ky e rroft ai.